për ty që nuk falesh. Me emrin e Allahut, gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Lavdërimet e plota i takojnë vetëm Allahut. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij kërkojmë ndihmë dhe falje. Atë që e udhëzon Allahu, nuk ka kush që e humb, kurse atë që Allahu e lë në humbje, nuk ka kush që e udhëzon. Dëshmoj se Allahu është i vetmi që meriton të adhurohet edhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Sot do të bëjmë fjalë për shtyllën e dytë të fesë islame, për namazin. Jam përpjekur që në këtë libër të paraqes dobitë më të rëndësishme të këtij ibadeti madhështor, duke sjellë dëshmi të ndryshme nga Kurani, nga hadithet e dërguarit Allahut, Muhamedit alayhis salam, dhe nga thënjet e dietarëve. Por megjithatë, realitetin e namazit mund ta kuptojë vetëm ai që e zbaton atë në mënyrë të denjë. Kënaqësia të cilën besimtari e gjen në namaz dhe përgjithsisht në adhurim ndaj Allahut nuk mund të përshkruhet me fjalë. Për këtë arsye, njëri nga dietarët thoshte: po ta dinin mbretërit dhe bijtë e tyre se në çfarë kënaqësie ndodhemi ne, do të na luftonin me shpata për të na e marrë atë. Sot do të flas për 30 mësime. E veçanta është se në çdo mësim kam përmendur nga një dilemë që shejtani u hedh njerëzve në mendje për t'i lënë sa më larg namazit, por se çdo dilemë i jam përgjigjur shkurtimisht, duke dëshmuar se në të vërtetë njeriu nuk ka arsye për të mos falur namazin. Në fund, falenderoj për zemërsisht të gjithë ata që më ndihmuan në realizimin dhe botimin e këtij libri, veçanërisht mikun tim Dorlir Kraja, për idetë e tij të rëndësishme, si dhe për dizajnimin dhe radhitjen e librit. Lut Allahun fuqiplot që kushdo që e dëgjon këtë libër të ketë dobi prej tij. Mësimi i parë. Namazi është lidhja e robit me krijuesin. Ajet kuranor. Allahu i Madhërisëm thotë: thuaj u robërve të mi, të cilët besojnë, le të falin namazin. Kuran 14:31. Thënie profetike. I dërguari Allahut, Muhamedi alayhis salam, ka thënë: Islami është ndërtuar mbi 5 shtylla. 1. Të dëshmuarit se nuk meriton të adhurohet askush përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i tij. 2. Faljen e namazit. 3. Dhënien e zekatit. 4. Haxhillëkun dhe 5. Agjërimin e Ramazanit. E shënojnë Buhariu dhe Muslimi. Urtësi. Ibn Kaimi thoshte: namazi sjell furnizimin, riskun, ruan shëndetin, shmang dëmin, përzë sëmundjet, forcon zemrën, shtndrit fytyrën, kënaq shpirtin, flak për tacin, gjallëron gjymtyrët, dhuron fuqi, zgjeron kraharorin, ushqen shpirtin, zbardh zemrën, ruan begatin, largon dëshkimin, tërheq bereqetin, të mban larg nga shejtani dhe të afron me të gjithë mëshirshmin. Dilem. Namazi është i rënd për t'u kryer. Po të ishte namazi i vështirë, nuk do ta kryenin miliona njerëz. Përkundrazi, namazi jo vetëm që është i lehtë, por është edhe shkak për lehtësimin e të gjitha punëve. Në të vërtetë namazi është çelësi i suksesit. Këshill. Namazi është lidhja e robit me krijuesin. Andaj nëse vërtet e do Zotin tënd, përgjigju thirrjes së tij, fillo ta falësh namazin, e mos e lër për nesër. Mësimi i dytë. Fale namazin që ta fitosh xhennetin. Ajet kuranor. Allahu i Madhërisëm thotë: me të vërtetë, unë jam Allahu, nuk ka zot tjetër përveç meje, prandaj vetëm mua më adhuro dhe krye i faljen për të më kujtuar mua. Kuran 20:14. Thënie profetike. I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu ka marrë përsipër që çdo njërin që e beson Allahun dhe të dërguarin e tij, e fal namazin dhe agjeron në Ramazanin, ta fus në xhennet, pa marrë parasysh nëse ka bërë hijret në rrugën e Allahut apo ka qëndruar në vendlindje.
E shënon Buhariu. Urtësi. Ibn Kaimi ka thënë, shetësia, shpirti dhe thelbi i namazit, qëndron në kthimin e robit drejt Allahut me tërë qënjen e tij. Ashtu siç nuk bën që robi teksa është në namaz ta largojë fytyrën nga kibla e ta kthejë në ndonjë anë tjetër, po ashtu nuk bën që ta kthejë zemrën nga dikush tjetër përveç Allahut. Dilem, kam turp, të falem. Ai që meriton më së shumti të kemi turp prej tij, padyshim që është Zoti ynë, i cili na ka premtuar se po qese e falim namazin, do të na fusë në xhennet, ku ka gjëra që syri nuk i ka parë, veshi nuk i ka dëgjuar, e as që mund t'i marrë me mend dikush. Rrjedhimisht ne duhet të turpërohemi nga krijuesi ynë dhe ta falim namazin. Së këndejmi, në mes të tjerash, turp madh është pikërisht ai që nuk falet. Këshill, falu që ta fitosh xhennetin dhe të shpëtosh nga zjarri. Mësimi i tretë, bëu prej atyre që e falin sabahun. Ajet kuranor, Allahu i Madhërisëm thot, kryeje namazin prej kthimit të diellit nga gjysma e qiellit deri në errësirën e natës edhe këndo Kuran në agim. Me të vërtet, falja e mëngjesit është e dëshmuar nga melekët. Kuran 17:78. Thënie profetike. I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai që e fal sabahun e ka garancinë e Allahut. E shënon Muslimi. Urtësi. Hasan el Basriu thoshte, o biri i Ademit, në qoftë se nënvlerëson namazin, cila çështje e fesë të qenë e rëndësishme. Dilem, jam zemër mirë, ndaj nuk kam pse falem. I dërguari Allahut Muhamedi alayhi selam na ka treguar se për çdo mëkat që bën njeriu, i vendoset nga një njollë zezë në zemër. Atëherë si mund të jetë zemërbardh, ai që së paku 5 herë në ditë e zezon zemrën e tij duke mos u falur, përkatësisht mëkaton ndaj Allahut. Këshill, bëu prej atyre që e falin sabahun, në mënyrë që ta fitosh garancinë e Allahut, edhe kur mos e nënvlerëso namazin, sepse ai është shtylla e fesë. Mësimi i katërt, përgatitu për ditën kur do t'japësh llogari. Ajet kuranor. Allahu i Madhërisëm thot, thuaj, udhëzimi i Allahut është i vetmi udhëzim i drejtë. Ne jemi të urdhëruar t'i nënshtrohemi Zotit të botëve, të falim namazin dhe ta kemi frikë atë. Dhe është ai para të cilit do të tuboheni. Kuran 6:71-72. Thënie profetike. I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, gjëja e parë për të cilën robi do të merret në llogari ditën e gjykimit është namazi. Nëse atë e ka në rregull, do të fitojë e do të shpëtojë. Mirëpo, nëse atë nuk e ka në rregull, do të humbë e do të dëshpërohet. E shënojnë Ebu Dauti, Tirmidhiu dhe Nesaiu. Urtësi. Barhanudin el Bekaiu ka thënë, ati që i ruan namazet, Allahu ja përmirëson gjendjen në këtë botë dhe në botën e amshuar. Dilem, ka kohë, falem kur të plakem. Askush nuk e di si edhe kur do t'i vi vdekja. Ajo nuk pyet mosh e as gjini. Vdekja vjen krejt papritmas, sidomos në kohën që po jetojmë tani, që për shkak të sëmundjeve të shumta, vdekje prurse e aksidenteve fatale, vdekje e të rinjve dhe të rejave është bërë më se normale. Andaj, ri përgatitur në çdo moment, sepse vdekja ndjek shpirtin, sikurse hija trupin. Këshill, bëu gati për ditën kur do t'japësh llogari. Në asnjë mënyrë mos e tako Allahun pa namaz, nga se do t'jesh i dëshpëruar për herë. Mësimi i 5. Si mendon të të shlyen mëkatet pa u falur? Ajeti kuranor. Allahu i Madhërisëm thot,
dhe fale namazin. Vërtet që namazi të ruan nga shturja dhe nga çdo vepër e shëmtuar. Kuran 29:45. Thënie profetike. I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shokëve të vet u kishte thënë: "Çka mendoni, sikur para derës së ndonjërit prej jush të ishte një lum, ku ai do të lajej 5 herë në ditë, a do t'i mbetej ndonjë ndyrësi në trup?" Ata thanë: "Nuk do të mbetej as edhe një ndyrësi e vetme." Atëherë i dërguari sallallahu alaihi wasallam u tha: "Kjo u shëmbëllen 5 kove të namazit, me të cilat Allahu i pastron mëkatet." E shënojnë Buhariu dhe Muslimi. Urtësi. Ibn Xuzei ka thënë: "Nëse njeriu është i përulur në namaz dhe kujton madhështinë e atij para të cilit është duke qëndruar, kjo bën që ai të pendohet nga punët e ndyra e të shëmtuara. Rrjedhimisht namazi e ndalon atë nga veprat e këqija. Dilem, e si të falem kur jam gjunahçar? Nëse pendohesh edhe fal namazin, Allahu do t'i shlyej të gjitha mëkatet. Por nëse vazhdon të mos falesh, gjunahet e tua do të mbulojnë të tërin." Këshill, vallë, ende mendon se një ditë do të shlyen mëkatet, ndërkohë vazhdon të mos falesh? Mësimi i 6. Asnjëherë mos e lër namazin e xumas. Ajet kuranor. Allahu i Madhërisëm thot: "Ata që u përmbahen thënieve të librit dhe që e kryejnë namazin, ta dinë se ne, padyshim, nuk do t'u humbim shpërblimin punë mirëve." Kuran 7:170. Thënie profetike. I dërguari Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: 5 namazet ditore prej njërit deri tek tjetri, namazi i xumas prej njërit deri tek tjetri dhe Ramazani prej njërit deri në Ramazanin tjetër, shlyejnë gjunahet që janë në mes tyre, nëse ruheni prej mëkateve të mëdha. E shënon Muslimi. Urtësi. Ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, thoshte: "Ai që fal namaz, troket në derën e mbretit Allahut, edhe kujdo që vazhdon së trokituri në atë derë, një ditë do t'i hapet. Dilem, nuk mund të falem, sepse nuk mund të heq dorë nga gjunahet. Për asnjë arsye, mos e lër namazin. Falu, edhe në qofsh mëkatari më i madh. Nëse e fal namazin, Allahu do të ndihmoj të bëhesh besimtar i denj dhe të largohesh nga punët e këqija." Këshill. Asnjëherë mos e lër namazin javor, atë të xumas, por fale që ta fitosh mëshirën edhe kënaqësinë e Zotit tënd bujar. Mësimi i 7. Mos lejo që pasuria dhe familja të largojnë nga namazi. Ajet kuranor. Allahu i Madhërisëm thot: "O besimtar, mos lejoni që pasuria dhe fëmijët tuaj t'ju largojnë nga të përmendurit e Allahut. Ata që e bëjnë këtë do të humbin." Kuran 6:3-9. Thënie profetike. I dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur njeriu bie në gjumë, shejtani ja lidh në kokë 3 nyja dhe i thot: Fli, nga se ke natë të gjatë përpara. Nëse ngrihet dhe e përmend Allahun, i zgjidhet njëra nyjë. Nëse merr abdes, i zgjidhet tjetra. Nëse ngrihet edhe e fal namazin, i zgjidhen të gjitha nyjet edhe bëhet aktiv e shpirt dëlir. Në të kundërtën bëhet shpirt lik dhe përtac." E shënojnë Buhariu dhe Muslimi. Urtësi. Ata Ibn Rabahu ka thënë: "Me të përmendurit e Allahut, nënvizuar në ajetin e mësipërm, është për qëllim namazi i detyrueshëm. Dilem, jam i zënë, nuk kam kohë për namaz. Namazi i detyrueshëm nuk të merr kohë më shumë se 5 minuta. Për t'i falur 5 kohët, të nevojiten vetëm 30 minuta brenda 24 orësh. Pyet e veten se sa orë harxhon në gjëra të kota. Vallë, nuk mund ketë ndash një gjysmë ore për krijuesin tënd. Këshill, mos lejo që familja e pasuria që ta ka dhënë Allahu
të bëhen shkak që të largohesh nga namazi. Kundrejt asnjë çmimi, mos e lejo veten të bëhesh i përhumbur. Mësimi i 8. Kurse si, mos e humb namazin e ikindis. Ajet kuranor. Allahu i Madhërisëm thot: faleni rregullisht namazin, sidomos atë të mesmin, dhe qëndroni me devotshmëri para Allahut, duke ju lutur atij. Kuran 2:238. Thënie profetike. I dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nëse ndokujt i ikën namazi i ikindis pa e falur, kjo është për të sikurse ti kishin humbur familja dhe pasuria e tij. E shënon Buhariu. Urtësi, Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, thoshte: gjëja më e rëndësishme për mua është namazi. Ai që e ruan atë, e ka ruajtur fenë e tij, kurse ai që e humb atë, punët e tjera i humb edhe më lehtë. Dilem: dua të falem, por kam frikë mos po e lë dikur namazin, në qoftë se ende nuk falesh. Ti tani më ashtu ose ashtu e ke lënë namazin, por kur fillon të falesh dhe ta shijosh kënaqësinë e namazit, më nuk do të mund të ndahesh prej tij. Këshill: kurse si mos e humb namazin e mesëm, atë të ikindis, ta ruash si sytë e ballit. Mësimi i 9. Fale namazin e sabahut dhe atë të ikindis, që ta shohësh Zotin në jetën e amshuar. Ajet kuranor. Allahu i Madhërisëm thot: andaj duroje atë që thon ata, madhëroje Zotin tënd dhe falenderoje atë para lindjes së diellit dhe para perëndimit. Kuran 50:39. Thënie profetike. I dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: do ta shihni Zotin tuaj siç po e shihni hënën, nuk do të shtyheni për ta shikuar atë. Andaj, ai që mund ta ruaj namazin para lindjes së diellit dhe atë pas perëndimit, le ta bëj. Pastaj lexoi: madhëroje Zotin tënd, e falenderoje atë para lindjes së diellit dhe para perëndimit. Kaf 39. E shënojnë Buhariu dhe Muslimi. Urtësi, Veb ibn Munebiu thoshte: është çudi me njerëzit, qajnë për atë që i vdes trupi kur jep shpirt, e nuk qajnë për atë që i vdes zemra, si pasojë e mosfaljes së namazit, gjë që është më e rëndë. Dilem: nëse falem, do të më quajnë ekstremist. Ekstremisti i vërtet është ai që tregohet kokë lart kundrejt Zotit vet, duke mos përfillur urdhrat e tij dhe duke penguar njerëzit nga feja e drejtë. Kështu që nëse ndokush të quan ekstremist, duro për hir të Zotit tënd dhe mos u avër veshin fjalëve të njerëzve, sepse ata do të pendohen për mosbindje ndaj Zotit të tyre. Këshill: fale namazin e sabahut dhe atë të ikindis, që ta shohësh Zotin tënd. Të parët në fytyrën e krijuesit është kënaqësia më e madhe që ekziston. Andaj, mos e humb atë. Mësimi i 10. Nëse e do ndihmën e Allahut, fale namazin dhe i duruar. Ajet kuranor. Allahu i Madhërisëm thot: kërkoni ndihmën e Allahut me durim e me namaz. Kjo është një mend e vështirë, përveç se për të përulurit, që janë të bindur se do të takojnë Zotin e tyre dhe se do të kthehen tek ai. Kuran 2:45-46. Thënie profetike. Muadh ibn Xhebeli, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka treguar se ka thënë: o i dërguari i Allahut, më tregon një punë që më çon në xhennet, edhe që më largon nga zjarri. Ai tha: vërtet ke kërkuar një çështje të madhe, që është e lehtë vetëm për atë, të cilit Allahu ja lehtëson. Ta adhurosh Allahun, pa i shoqëruar asgjë në adhurim, ta falësh namazin, ta japësh zekatin, ta agjërosh Ramazanin dhe ta kryesh haxhillëkun. E shënon Tirmidhiu.
Urtësi, Merueziu thoshte: madhërojeni namazin të cilin e ka madhëruar Allahu i madhërishëm. Dilem, nuk mund të falem, se jam i sëmur. Allahu nuk e ka liruar nga mos kryerja e namazit as të sëmurin, as udhëtarin, madje as atë që lufton në rrugën e tij. Në rast se ndokush nuk mund të falet në këmbë, atëherë duhet të falet ulur, e nëse nuk mundet as ulur, atëherë falet shtrirë, por në asnjë rrethan nuk lirohet nga namazi. Vetëm i çmenduri nuk e ka për detyrë të falet. Këshill, nëse e dëshiron ndihmën e Allahut, fale namazin dhe i durueshëm, kështu arrihet fitoria e vërtetë. Mësimi 11. Fale gjithnjë me xhamat namazin e sabahut dhe atë të yacis. Ajet kuranor. Allahu i madhërishëm thot: miqtë dhe mbrojtësit tuaj janë vetëm Allahu, i dërguari i tij dhe besimtarët, që falin namazin dhe japin zekatin, duke qenë të përulur në adhurim ndaj Allahut. Kurani 5:55. Thënie profetike. I dërguari i Allahut, Muhamedi, ka thënë: ai që e fal yacin me xhamat, konsiderohet sikurse ta ketë kaluar gjysmën e natës në namaz. Ndërkaq, ai që e fal edhe sabahun me xhamat, konsiderohet sikurse ta ketë kaluar tërë natën në namaz. E shënon Muslimi. Urtësi, Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, thoshte: për atë që mungonte në faljen e namazit të yacisë dhe sabahut me xhamat, kishim frikë se ka rënë në hipokrizi. Dilem, nëse falem, do të më humbë respekti në shoqëri? Përkundrazi, Allahu e ngriti falsin e namazit edhe e bën të respektueshëm në mesin e njerëzve. Madje krahas kësaj, ai fiton edhe shok të tjerë, të cilët e duan thjesht për Allahun, pa kur fare interesit të kësaj bote. Këshill, namazin e sabahut edhe atë të yacis, fale gjithnjë me xhamate në xhami, që të fitosh shpërblime madhështore nga Zoti yt dhe të jesh i ruajtur nga hipokrizia. Mësimi 12. Fale namazin, që Allahu t'i shlyej gjunahet përmes tij. Ajet kuranor. Allahu i madhërishëm thot: fale namazin në mëngjes e mbrëmje dhe në një kohë të natës, sepse veprat e mira i shlyejnë veprat e këqija. Një këshill vlen për ata që i pranojnë këshillat. Kurani 11:114. Thënie profetike. Ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: një njeri kishte puthur një grua të huaj, edhe më pas kishte vajtur i penduar tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe e kishte njoftuar për mëkatin që kishte bërë. Atëherë Allahu i madhëruar zbriti ajetin: fale namazin në mëngjes e në mbrëmje dhe në një kohë të natës, sepse veprat e mira i shlyejnë veprat e këqija. Kurani 11:114. Burri pyeti: o i dërguari i Allahut, a vlen kjo vetëm për mua? Ai i tha: vlen për gjithë umetin tim. E shënojnë Buhariu dhe Muslimi. Urtësi, Ibn Kaimi thoshte: teksa robi gjendet në namaz, kibël të fytyrës edhe trupit le ta ketë qaben, kurse kibël të zemrës edhe shpirtit le ta ketë Zotin e qabes. Dilem, namazi është i vështirë për të mësuar. Namazi mësohet shumë lehtë, sepse është diçka që përsëritet vazhdimisht. Posa të fillosh ta mësosh, do të bindesh në këtë që po dëgjon. Këshill, askush nga ne nuk shpëton nga mëkati, andaj falu, që Allahu të t'i shlyejë gjunahet përmes namazit, sepse veprat e mira i shlyejnë të këqijat. Mësimi 13. Çdo të premte, pastrohu, vishu bukur dhe fale xhuman. Ajet kuranor. Allahu i madhërishëm thot: o besimtar, kur të thirreni për të falur namazin e xhumas në ditën e premte, nxitoni për ta përmendur Allahun edhe pezulloni tregtin. Kjo që ta dini është më mirë për ju. Kurani 62:9. Thënie profetike. I dërguari i Allahut Muhamedi ka thënë: ati që lahet tërësisht, merr gusël, pastaj shkon për ta falur namazin e xhumas dhe falet,
aq sa i është caktuar të falet, dëgjon me vëmendje hutben derisa të mbarojë, mandej falet pas imamit, do t'i falen mëkatet e bëra mes 2 xhumave dhe të 3 ditëve pas tyre. E shënon Muslimi. Urtësi, Ali Tantavi thoshte: në këtë botë nuk ka asgjë më madhështore e më të bukur se namazi. Dilem, do të falem pasi ta mësoj namazin. Fillo të falesh që tani, e mos bjerë në kurthet e shejtanit. Falu, qofte edhe duke shikuar në ndonjë libër ose letër, në të cilën sqarohet mënyra e faljes, derisa të mësohesh. Këshill, çdo të premte, pastrohu tërësisht, vishë rroba të bukura, shko në xhami për të falur namazin e xumas dhe dëgjoje hutben me kujdes, që të fitosh faljen e të gjithë mëshirshmit. Mësimi 14. Merr abdes, shko në xhami dhe falu duke qenë i përulur. Ajet kuranor. Allahu i Madhërisëm thot: o besimtar, përkuluni dhe përuluni në sejdë para Allahut. Adhuroni Zotin tuaj dhe bëni vepra të mira për të arritur shpëtimin. Kuran 22:77. Thënie profetike. I dërguari Allahut Muhamedi ka thënë: sa herë që një musliman e zën ndonjë namaz i detyrueshëm dhe merr abdes si duhet, përulet në namaz dhe bën rukut në mënyrë të denjë, atij i falen mëkatet e mëparshme, nëse ruhet nga mëkatet e mëdha. Kjo vlen për gjithmonë. E shënon Muslimi. Urtësi. Ibn Ashuri, lidhur me ajetin e mësipërm, ka thënë: këtu me ruku, përkulje dhe sejdë është për qëllim namazi. Allahu ka veçuar rukun dhe sejdën nga veprat e tjera të namazit, sepse janë shtyllat kryesore të namazit, nga që përmes tyre shfaqet më së shumti për ulësia dhe adhurimi. Dilem, përtoj të marr abdes, prandaj nuk falem. Abdesi freskon trupin edhe shpirtin, sjell shpërblime të mëdha dhe shklyen mëkatet. Ai që përsjat mirësitë e tij, asnjëherë nuk përton të marr abdes. Këshill, merr abdes si duhet, shko në xhami dhe fale namazin duke qenë i përulur. Mësimi 15. Namazi është shkak për tejkalimin e vështirësive. Ajet kuranor. Allahu i Madhërisëm thot: o besimtar, kërkoni ndihmë për veten nëpërmjet durimit edhe namazit. Në të vërtetë Allahu është me të duruarit. Kuran 2:153. Thënie profetike. Udhejfe ibn Huseini, Allahu qoftë i kënaqur me të, thoshte: kur të dërguarit të Allahut i vështirësoi ndonjë çështje, falte namaz. E shënojnë Ebu Dauti, Ahmedi dhe Nesaiu. Urtësi. Abdurrahman Es-Sadi ka thënë: nëse namazi i robit është i plot, gjegjësisht i përfshin gjërat e detyrueshme, të pëlqyeshmet dhe praninë e zemrës, atëherë nuk ka dyshim se namazi i tillë është një prej shkaqeve që më së shumti e ndihmon njeriu në të gjitha çështjet. Dilem, namazi më vë pengesa në jetë. Namazi është prej shkaqeve kryesore për lehtësimin dhe tejkalimin e të gjitha vështirësive. Pra namazi sjell gjithnjë lehtësimin dhe asnjëherë vështirësinë. Kushdo që e ka provuar është bindur në këtë. Këshill, kërkon ndihmë nëpërmjet durimit edhe namazit, që Allahu të shpëtojë nga vështirësitë dhe të t'i largojë brengat. Mësimi 16. Jepja besën Allahut se do ta falësh rregullisht namazin. Ajet kuranor. Allahu i Madhërisëm thot: i shpëtuar është ai që pastrohet, që e përmend emrin e Zotit të vet dhe që fal namaz. Por ju, përkundrazi, më shumë po e parapëlqeni jetën e kësaj bote, ndonse jeta tjetër është më e mirë dhe e amshuar. Kuran 87:14-17. Thënie profetike. I dërguari Allahut Muhamedi ka thënë: Allahu i Madhërisëm ka thënë: unë ja kam bërë detyrë umetit tënd 5 namaze dhe kam dhënë besën se kushdo që i ruan ato, duke i falur në kohën e tyre, do ta fusë në xhennet, kurse për atë që nuk i ruan ato, nuk kam dhënë besë.
E shënojnë Ebu Dauti dhe Ibn Majah. Urtësi. Ibn Ashuri thoshte: Allahu në ajetin e mësipërm ka përmendur pastrimin para përmendjes së Zotit dhe namazit, për shkak se ai është thelbi i këtyre veprave. Kjo se kur pastrohet shpirti, në të ndriçon nuri i udhëzimit, rrjedhimisht e kupton vlerën dhe dobitë e këtyre veprave, dhikrit dhe namazit, andaj i shton ato. Dilem, nesër do të filloj të falem, e kush të siguron ty se do të arrish ditën e nesërme. Mos harro asnjëherë, vdekja vjen papritmas. Të shumtën e herëve lënia e një mirësie për nesër është kurthi i shejtanit që të mos fillosh sot mbarsinë. Këshill, Allahu ka dhënë besën se do ta fusë në xhennet ato që i fal 5 namazet e detyrueshme ditore. Andaj jepja edhe ti besën Allahut se do të kujdesesh për namazin, në mënyrë që Allahu të të bëj banor të xhennetit, sepse ai nuk e thyen premtimin. Mësimi i 17, fali 5 namazet ditore, që t'jesh i lumtur në këtë botë dhe në tjetrën. Ajet kuranor. Allahu i madhërisëm thot: në qoftë se do të kryeni namazin, do t'jepni zekatin, do të besoni të dërguarit e mi, do t'i ndihmoni ata edhe do t'i jepni vullnetarisht ua Allahut, atëherë patjetër që unë do t'ju ashlyej gjunahet dhe do t'ju shpije në kopshte, në për të cilat e rrjedhin lumejnë. Kuran 5:12. Thënie profetike. Një njeri e kishte pyetur të dërguarin e Allahut duke i thënë: në qoftë se unë i fal namazet e detyrueshme, e agjeroj Ramazanin, halalin e quaj halal e haramin në haram, edhe nuk shtoj asgjë tjetër, a do të hyj në xhennet? I dërguari i tha: po. E shënon Muslimi. Urtësi. Ibn Kaimi thoshte: aq sa kthehet robi nga Allahu në namazin e tij, po aq kthehet Allahu nga ai. E nëse robi ja kthen shpinën Allahut, dhe ai do t'ja kthej shpinën atij. Dilem, namazi më privon nga kënaqësitë e kësaj bote. Kur është fjala për gjërat e lejuara, që janë kënaqësi të vërteta e jo të rreme, namazi nuk e pengon njeriu nga asnjëra prej tyre. Madje në të vërtetë, askush nuk mund të arrijë kënaqësinë e vërtetë pa e falur namazin. Këshill, nëse po e kërkon lumturinë e vërtetë, adresa është falja e 5 namazeve të detyrueshme ditore, sepse namazi është sinonimi i kënaqësisë dhe ekstazës shpirtërore. Mësimi i 18. Mësoje familjen tënde që të falin namazin. Ajet kuranor. Allahu i madhërisëm thot: urdhëroje familjen tënde që të falë namazin dhe këmbgul për këtë. Ne nuk të kërkojmë ty ndonjë ushqim, rrezik. Jemi ne që të ushqejmë. Përfundimi i lumtur qëndron në frikën ndaj Allahut. Kuran 20:132. Thënie profetike. I dërguari Allahut Muhamedi ka thënë: urdhëroni fëmijët tuaj të falin namazin kur t'i mbushin 7 vjet. E shënojnë Ebu Dauti, Tiramidhiu dhe Ahmedi. Urtësi. Kurtubiu, lidhur me ajetin e mësipërm, ka thënë: pjesa ne nuk të kërkojmë ty ndonjë ushqim, rrezik, domethënë ne nuk kërkojmë nga ti që ta furnizosh as veten, as familjen tënde, e ta lësh namazin për shkak të kërkimit të ushqimit, nga që ne, Allahu, e kemi marrë përsipër furnizimin tënd dhe të atyre. Dilem, më duhet ta mbaj familjen, ndaj nuk mund të falem. Allahu është ai që të furnizon ty edhe familjen tënde. Madje çdo dhunti që kemi është nga Allahu, andaj duhet ta falenderojmë për këtë. Përveç kësaj, namazi është një prej shkaqeve të shtimit të furnizimit, prandaj si ka mundësi ta paksoj atë. Këshill, urdhëroje familjen tënde që të falen. Nëse të kundërshtojnë, kurse si mos u dëshpëroje, mos u zbraps, por vazhdo t'i thërrasësh në namaz me urtësi, dhe gjithnjë lute Allahun t'i udhëzoj ata. Mësimi i 19. Asnjëherë mos e harro qëllimin e krijimit. Ajet kuranor. Allahu i madhërisëm thot:
Në xhamit që Allahu ka urdhëruar të ngrihen e të përmendet aty emri i tij, atë e lavdërojnë në mëngjese dhe mbrëmje njerëz, të cilët shitblerja nuk i pengon për të përmendur Allahun dhe të cilët falin namazin. Kur'an 24:36-37. Thënie profetike. I dërguari Allahut Muhamedi ka thënë: namazi që falet me xhamat është 25 herë më i mirë se sa namazi që falet në shtëpi ose në vendin e punës. Kjo është kështu, nga se kur njeriu e përkryen abdesin dhe niset për në xhami me qëllim që ta falë namazin, për çdo hap që bën, i ngrihet një shkallë dhe i fshihet një mëkat. Teksa është në namaz, melekët pareshtur luten për të, duke thënë: o Zot, mëshiroje atë, derisa nuk e prish abdesin. Madje konsiderohet se është në namaz edhe gjatë pritjes së vetë namazit. E shënon Buhariu. Urtësi, Sufjan e Theuriu, lidhur me ajetin e mësipërm, ka thënë: ndonë se blinin e shisnin, që blerja nuk i pengonte nga koha e namazit. Dilem, nuk kam kohë të falem, duhet të punoj, se edhe puna është fars. Nuk ka njeri në botë që punon 24 orë në ditë pa ndërprerë. Ai me dëmos ndan një kohë për të ngrënë, për të fjetur, për të kryer nevojat fiziologjike e tjerë. E me që është kështu, atëherë le t'i ndaj edhe nga 5 minuta për të kryer namazin. Këshill, qëllimi i krijimit të njeriut është adhurimi i Allahut. Kështu që asnjëherë mos e harro qëllimin e krijimit e të shkujdesesh ndaj namazit, sepse do të bëhesh pishman. Mësimi i 20. Fale namazin, që është nur e mos rri në terr. Ajet kuranor. Allahu i madhërisëm thot: pas tyre erdhën brezni që e braktisën faljen e namazit dhe ndoqën epshet e veta. Ata do të pësojnë dënimin e madh, përveç atyre që pendohen, që besojnë dhe bëjnë punë të mira. Këta do të hynë në xhennet, edhe nuk do të bëhet kur far pa drejtësie. Kur'an 19:59-60. Thënie profetike. I dërguari Allahut Muhamedi ka thënë: për atë që e ruan, kujdeset për namazin, ai do të jetë dritë, argumente dhe shpëtim në ditën e gjykimit. Ndërkaq, për atë që nuk e ruan, nuk do të jetë as dritë, as argument, as shpëtim në ditën e gjykimit. Ndaj do të ringjallet me Faraonin, Karunin, Hamanin e Ubej ibn Halefin. E shënon Hamedi ibn Hibani dhe Bejhakiu. Urtësi, Ibn Kethiri ka thënë: ata që i humbin, braktisin namazet, obligimet e tjera fetare i humbin edhe më lehtë, sepse namazi është tylla e fesë dhe puna e mirë që e bëjnë njerëzit. Dilem, nëse falem, thellohem në fe? Nuk ka asgjë të keqe nëse njeriu thellohet në fe, sepse feja në të vërtetë është sistem jete. Islami nuk kërkon nga ne t'i përkushtohemi vetëm adhurimit e të shmangemi nga kënaqësitë e kësaj bote dhe t'i lëm anash obligimet që kemi ndaj familjes, shoqërisë e kështu me radhë. Madje një gjë e tillë është ndaluar dhe e përbuzur në Islam. Këshill, i dërguari Allahut Muhamedi ka thënë: namazi është dritë, prandaj o ti që nuk i kushton rëndësi namazit, fale namazin e mos rri në terr. Mësimi i 21. 2 rekat janë më të vlefshme se kjo botë dhe çka në të. Ajet kuranor. Allahu i madhërisëm thot: faleni namazin dhe jepni zekatin. Çfarë do të mire që të bëni për shpirtin tuaj, do ta gjeni tek Allahu. Në të vërtetë, ai sheh mirë gjithçka që bëni. Kur'an 2:110. Thënie profetike. I dërguari Allahut Muhamedi ka thënë: 2 rekatet e namazit të sabahut janë më të dobishme se kjo botë dhe çka në të. E shënon Muslimi. Urtësi, Hasan el Basriu thoshte: namazi është puna më e mirë, andaj kush të doj, le ta shtoj, e kush të doj, le ta paksoj. Dilem, nuk mund ta lë gjumin për falur namazin. Kur është fjala për punë, njeriu e lë gjumin edhe fare nuk ankohet,
Ndërkaq për namaz ankohet, ndonë se namazi nuk merr shumë kohë. Andaj, le ta shkurtoj gjumin së pakut sa minuta, që ta kryej detyrën e vet ndaj krijuesit, i cili i ka dhuruar çdo mirësi. Këshill, kur 2 rekatet sunnet të namazit të sabahut vlen më shumë se kjo botë edhe çka në të, atëherë paramendoje çfarë vlere të madhe ka namazi farz i detyrueshëm. Mësimi i 22. Eja në namaz, eja në shpëtim. Ajet kuranor. Allahu i Madhërisëm thot: faleni namazin, jepni zekatin dhe bindjuni të dërguarit për të fituar mëshirën e Allahut. Kuran 24:56. Thënie profetike. I dërguari i Allahut, Muhamedi, ka thënë: a doni t'ju tregoj për një gjë me të cilën Allahu ju afshin mëkatet dhe ju angre gradat në xhennet? Po si jo, i dërguari i Allahut, thanë të pranishmit. Ai tha: përsosja e abdesit në raste vështirësie, hapat e shumë deri në xhami dhe pritja e namazit pas namazit, kjo llogaritet për kushtim në adhurime. E shënon Muslimi. Urtësi. Ebu Hurejra, Allahu qoftë i kënaqur me të, thoshte: për birin e Ademit, më mirë është i mbushen veshët me plumë të shkrir, se sa të dëgjoj thirrjen e ezanit e të mos i përgjigjet. Dilem, si të falem, kur falen edhe shumë njerëz të këqij. Gjithsecili do t'jap llogari për vetveten, andaj mos lejo që ndokush, kurdo qoftë ai, të bëhet shkak që ti të mos i zbatosh detyrat e tua ndaj krijuesit. Fundja njerëz të këtill ka kudo, por askush nuk e lë punën e vet, nëse në vendin ku punon ka njerëz të këqij. Këshill, kur të dëgjosh muezinin duke thënë hayya alas sala, hayya alal fela, eja në namaz, eja në shpëtim, dije se ai po të thërret ty. Kështu që përgjigju thirrjes e mos t'ia kthesh shpinën, nëse dëshiron të jesh prej të shpëtuarve. Mësimi i 23. Fal namaz natë dhe sillu mirë me njerëz. Ajet kuranor. Allahu i Madhërisëm thot: dhe ata që durojnë për të fituar kënaqësinë e Zotit të tyre, që falin namazin, që ndajnë fshehurazi dhe haptazi nga ajo që ua kemi dhënë ne, dhe që të keqen e kthejnë me të mirë, këtyre u takon shpërblimi në shtëpinë e fundit. Kuran 13:22. Thënie profetike. I dërguari i Allahut Muhamedi ka thënë: o njerëz, jepni për të ngrënë, përhapeni selamin, ruani lidhjet farefisnore, faluni natën kur njerëzit flenë, se do t'hyni në xhennet paqësisht. E shënojnë Ahmedi, Tiramidhiu dhe Hakimi. Urtësi. Ibn Mesudi thot: vlera e namazit të natës, krahasuar me atë të ditës, është si vlera e lëmoshës së fshehtë në raport me atë që jepet haptazi. Dilem. Do të falem sapo t'i rregulloj disa probleme. Ai që mendon të falet vetëm pasi t'i mbaroj problemet, nuk do të falet kurrë, sepse problemet nuk përfundojnë asnjëherë, posa të mbaroj një problem, shfaqet ndonjë tjetër. Prandaj, falu e mos të mashtroj shejtani. Falu sepse namazi është çelësi i rregullimit të gjitha problemeve. Këshill, fal namaz natë dhe sillu mirë me njerëz, që të arrish grada të larta në xhennet. Mësimi i 24. Lutë Allahun që të bëj ty edhe familjen tënde namazlinj. Ajet kuranor. Allahu i Madhërisëm thot: o Zoti im, bëj që unë dhe pasardhësit e mi të kryejmë për herë namazin. O Zoti ynë, ne i prano lutjet. Kuran 14:40. Thënie profetike. I dërguari i Allahut Muhamedi ka thënë: kur njeriu ngrihet edhe zgjon familjen e tij dhe falin 2 rekat, ata shënohen në listën e atyre që e kujtojnë Allahun vazhdimisht. E shënojnë Ebu Dauti dhe Ibn Majah. Urtësi. Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, falej gjatë natës aq sa dëshironte Allahu, ndërsa kur afrohej pjesa e fundit e natës, e zgjonte familjen e vet për të falur namaz duke u thënë: namazin, namazin. Dhe u lexonte këtë ajet: urdhëroje familjen tënde që të fal namazin. Kuran
20:132. Dilem, nuk kam nevojë të falem, se më mjafton që gjyshin e kam pasur haxhi. Në ditën e gjykimit, gjithsecili do të dalë para Allahut i vetëm për të dhënë llogari. Ati nuk do të mund t'i ndihmojë askush, po qese i ka shpërfillur urdhrat e Zotit. Profeti Muhammed i thoshte bijës së vet Fatimes: "Oj Fatime, shpëtoje veten nga zjarri, sepse unë nuk mund të ndihmoj asgjë." Atëherë, si është puna me të tjerët? Këshill, lute Allahun që t'ju bëj namazlinj, ty dhe familjen tënde. Mësimi 25. Mos lejo që imani yt të vihet në pikpyetje. Ajet kuranor. Allahu i Madhërisëm thotë: çdo njeri është peng i veprave të veta, përveç njerëzve të krahut të djathtë, të cilët në kopshtet e xhennetit pyesin njëri tjetrin për keqbërësit. Çfarë ju ka sjell në sekar, lugin e xhehenemit? Ata do të përgjigjen: nuk ishim nga ata që falnin namaz. Kuran 74:38-43. Thënie profetike. I dërguari Allahut Muhamedi ka thënë: ajo që na dallon nga ata jo besimtarët është namazi. Prandaj ai që e lë namazin ka rënë në kufër, mos besim. Shënojnë Ahmedi, Tirmidhiu, Nesaiu, Ibn Hibani dhe Hakimi. Urtësi. Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, thoshte: nuk ka hise në Islam ai që nuk e fal namazin. Dilem, nuk kam nevojë të falem, nga se më mjafton besimi në Allah. Ai që beson Allahun me të vërtet, u përgjigjet urdhrave të tij. E si mund të jetë besimtar i vërtet ai që nuk e zbaton as shtyllën kryesore të Islamit pas shehadetit, dëshmisë islame? Këshill. Dietarët musliman kanë mos pajtime me atë se a mund të quhet musliman personi që nuk e fal namazin. Prandaj falu dhe mos lejo që imani yt të vihet në pikpyetje. Mësimi 26. Pendohu para se të të vijë vdekja. Ajet kuranor. Allahu i Madhërisëm thotë: padyshim, ata që lexojnë librin e Allahut, falin namazin dhe japin fshetazi apo haptazi nga ajo që u kemi dhënë ne, mund të shpresojnë në një fitim që nuk do të humbas. Kuran 35:29. Thënie profetike. I dërguari Allahut ka thënë: ti shtoj në mesin e veprave 2 rekate të lehta vullnetare që ju i nënvlerësoni, është më e dashur për këtë person, bëri me shenjë drejt një varri, se sa dynjaja juaj. E shënojnë Ibn Mubareku, Ibn Ebi Shejbe dhe Taberaniu. Urtësi. Ibn Kaimi thoshte: me që namazi përbëhet prej leximit të Kuranit, dhikrit e lutjeve dhe njëherë azi përfshin të gjitha pjesët e nënshtrimit ndaj Allahut në mënyrë të përkryer, është më i mirë se leximi i Kuranit, dhikri dhe lutjet kur bën veçmas. Dilem, unë e fal gjithmonë xhuman. Kjo mjafton. Allahu na ka urdhëruar që t'i falim 5 namazet ditore, e jo vetëm një namaz në javë. Së këndejmi, t'i përgjigjemi urdhrit të Zotit, sepse fundja, Allahu nuk ka nevojë për namazin ton, por ne kemi nevojë për të. Këshill, çdo njeri kur të vdes, do të shpresojë sikur t'i shtonte në peshoren e veprave të veta qoftë edhe 2 rekate të lehta, edhe nëse është prej vepër mirëve. E si është puna atëherë me atë që ja kthen shpinën namazit dhe fare nuk interesohet për të derisa t'i vi vdekja. Pra, o ti që je ende gjallë, nxiton pendime dhe ktheu krijuesit tënd, që të mos zër vdekja duke qenë i shkujdesur ndaj namazit. Mësimi 27. Fale namazin në kohë të caktuar. Ajet kuranor. Allahu i Madhërisëm thotë: me të vërtet namazi është detyrë për besimtarët në kohë të caktuar. Kuran 4:103. Thënie profetike. Abdullah ibn Mesudi, Allahu qoftë i kënaqur me të, ka thënë: e kam pyetur të dërguarin e Allahut se cila është vepra më e dashur tek Allahu i lartësuar. Ai më është përgjigjur: namazi në kohën e vet. E shënojnë Buhariu dhe Muslimi. Urtësi. Veki ibnul Gjerahu thoshte: ai që nuk kujdeset për namazin para se t'i hyjë koha,
nuk i ka kushtuar rëndësi atij. Dilem, është e pamundur të kujdesem për të gjitha namazet. Allahu nuk ka bërë që koha e namazit të jetë shumë e ngushtë, aqsa do t'ja vështirësonte njerëzve kryerjen e tij në kohën e caktuar, por ka lënë kohë mjaftueshme për çdo namaz. Përveç kësaj, ka bërë edhe lehtësime të tjera. Bie fjala, personi që është në udhtim ose i sëmur mund ta bashkojë namazin e drekës me atë të ikindis dhe namazin e akshamit me atë të yatsis. Ndërkaq, kur ndërkujt i ikën namazi për shkak të gjumit apo të harresës, e fal atë sapo t'i kujtohet, gjë e cila nuk i shkruhet mëkat. Këshill, fale namazin në kohën e tij të caktuar dhe në xhami, nëse ke ndonjë xhami afër. Mësimi i 28. Merr abdes mirë dhe fale namazin në xhami. Ajet kuranor. Allahu i Madhërisëm thot: faltorët e Allahut i vizitojnë dhe i mirëmbajnë vetëm ata që besojnë Allahun dhe ditën e fundit, që falin namazin dhe japin zekatin e që nuk i friksohen askujt përveç Allahut. Sigurisht që këta janë në rrugë të drejtë. Kuran 9:18. Thënie profetike. I dërguari Allahut Muhamedi ka thënë: kush pastrohet në shtëpinë e vet, e pastaj shkon në një prej shtëpive të Allahut, xhami, për ta kryer njërin prej farzeve të Allahut, për çdo hap që bën, i shlyhet një mëkat, ndërsa hapi pasues ia lartëson gradën. E shënon Muslimin. Urtësi. Muhamed ibn Basiu thoshte: nuk ka mbetur në këtë botë asgjë më e mirë se sa namazi me xhamat dhe takimi me vëllezër. Dilem, nuk mund të falem se jam në shkollë, në punë ose gjetk. Nëse dëshiron të falesh, Allahu do të ta lehtësojë të gjesh kohën edhe mundësinë për ta kryer namazin. Sidomos kur dihet se nga njëri namaz në tjetrin ka kohë të mjaftueshme për kryerjen e tij. Këshill, merr abdes mirë dhe fale namazin në xhami, në mënyrë që Allahu të t'i ngrej gradat në xhennet. Mësimi i 29. Fale namazin gjithmonë me përulje. Ajet kuranor. Allahu i Madhërisëm thot: me të vërtet janë të shpëtuar besimtarët, të cilët janë të përulur në namazin e tyre. Kuran 23:1-2. Thënie profetike. Amaneti i fundit i të dërguarit Allahut në prag të vdekjes ishte namazin dhe ata që i keni në sundim. E shënojnë Ahmedi dhe Ibn Majah. Urtësi. Abdurrahman Es-Sadi ka thënë: për ulësia në namaz është shpirti i namazit. Për namazin që nuk ka për ulësie as prani të zemrës, ndonse është i vlefshëm dhe ka shpërblime dhe për të, shpërblimi i jepet për aq sa është e përqendruar zemra në namaz. Dilem, nëse falem, do të më bëj problem familja, shefi, fale namazin dhe bëhu i patundur në këtë, pa marrë parasysh pengesat që mund të dalin në fillim të kësaj rruge, sepse namazi, padyshim, është çelësi i suksesit, lumturisë dhe lehtësimit në çdo çështje. Dije, gjithashtu se shumë nga pengesat që mund të sillen në kokë në fakt janë vetëm imagjinare. Zbatoje detyrën tënde ndaj mbretit të mbretërve, krijuesit dhe sunduesit të çdo gjëje, të gjithfuqishmit, dhe lute atë të t'i lehtësojë të gjitha çështjet, sepse ai ka premtuar në Kur'an se do të gjejë rrugdalje për atë që i friksohet atij. Këshill, fale namazin gjithmonë dhe duke qenë i përulur gjatë kryerjes së tij, sepse kjo është rruga e suksesit, shpëtimit, lumturisë dhe shpërblimit madhështor. Mësimi i 30. Adhuroje Zotin tënd derisa të vi vdekja. Ajet kuranor. Allahu i Madhërisëm thot: prandaj lartësoje Zotin tënd duke e lavdëruar dhe bëhu prej atyre që i përulen atij duke u falur. Dhe adhuroje Zotin tënd derisa të vi vdekja. Kuran 15:98-99. Thënie profetike. I dërguari Allahut Muhamedi ka thënë: robi është më së afërmi Zotit vet atëherë kur është në sejdë. E shënon Muslimi. Urtësi.
Ebul Hasan en-Nedeviu ka thënë: namazi është streha dhe mburoja e muslimanit, është lidhja më e forte dhe litari i zgjatur mes tij dhe Zotit të vet, në të cilin mbahet, është ushqimi i shpirtit, melhemi i plagëve, ilaçi i zemrës, mbështetja e të pambrojturit, siguria e të friksuarit, forca e të dobtit dhe arma e të paarmatosurit. Dilem, bën edhe pa namaz, nuk është e domosdoshme që të falen. Allahu nuk ka nevojë për namazin tënd, madje as besimtarët. Ai që ka nevojë për të, je pikërisht ti. Në qoftë se e dëshiron lumturinë e kësaj bote dhe atë të botës së amshuar, atëherë duhet të falesh patjetër. Zgjedhja është në dorën tënde, pra vendos vetë. Këshill, lumturia e vërtet qëndron në namaz dhe në adhurimin ndaj krijuesit. Po e kërkove gjetiu, dhe jesh i bindur se nuk do ta gjesh kurrë.